Shikimet dhe Madam Takit nuk ndodhin pothuajse kurrë. Më beso, nuk ka shumë rëndësi. Parandjenje keqe. Shikoj një anije në mes të bregut, në mes të ustuhisë. Çfarë? Në vitin e ardhshëm, do të përballesh me sfida të mëdha që do të jenë një angazhim për ty. Prandaj është me rëndësi që të rish pranë princeshave të tjera, duke lënë më njanë çështjet e kota të zemrës. Çfarë do të thuash? Këtu shkruhet, vetëm duke ndjekur udhëzimet që sapo të dhash, do të shmangësh përballjen me incidentet e rënda. Si? Ku e ke të shkruar? Jash këtu tek sfera. Vëbas se këtu ka gisht hipo. Po si të vinë këto ide? Më duke se shoh edhe diçka tjetër. Ja, Hamajlia e ditëlindjes tënde së 14 është hipo, qëndroj pranë dhe dëgjoje. Hajmalia ime. E po si kur të mos I bindem? E po që ashtu. Ç'kemi mashtrues? Kapi. Shoh që pinguini ton do t'i hapen shumë telashe. Po, kësaj here e gjete. Si ka mundësi që asnjëra nga ju s'ka arritur ende të kap princeshat Sirena. Tur ptyuvi për këtë. Na vjen keq, zotri. Më falni për ndërhyrjen, por unë dua të flas me ju. S'më duket e drejtë që këto të dyja të më bëjnë gjithnjë më njam. Se pyet veten sepse ti na pengon gjithnjë. Ajo ka shumë të drejtë. Në vend që të na ndihmosh, na pengon dhe na hap telashe. Çfarë themoj? Thuaj prap nëse ke guxim. Zotri më falni. Doja t'ju informoja se vura në diçka të dyshimt në veriun e oqeanit pajisor. Tani që kujtova, është zona e detit ku kemi lokalizuar herën e fundit sirenat. Çfarë do të kenë në mendje ato? Nuk ka problem, do ta zbuloj. Do të shkoj menjëherë që t'i hedh një sy, ndërsa ju të dyja mos mu afroni. Edhe këtë herë ke për të dështuar. Yuri, ti do të shkosh me to t'i ndihmosh. As që bëhet fjalë. Kjo është ideja më absurde që kam dëgjuar ndonjëherë. Mrekulli. Kush e di nëse dy zana të rëndom ta bëjnë një të saktë. Hey, mos guxo të flasësh ashtu me mua. Më kërkon ndjes menjëherë. Pse mërzitesh ti mbase e vërteta të fyen? Isuru, shko edhe ti për t'i ndihmuar. Jo, ju përgjëroj, mund ta bëj shumë mirë vetë këtë punë. Edhe unë, zotëri. Tani pushoni, urdhrat e Gajtos nuk diskutohen, e qartë? Në rregull, do t'i bindem padronit tim siç kam bërë gjithë këto vite dhe do ta çoj deri në fund këtë mision delikat. Edhe unë, do të mundohem të bashkëpunoj.